Ishte kohë tjetër, ishte kohë tjetër. Ishte. Po, do me thënë, unë kujtoj dhe do me thënë të gjithë ne, paka shumë do me thënë kemi gjetur atë ekuilibrin në familje tona, pavarësisht mos marrjes me dashuri. Se nuk do thotë që të dashurohesh para martese dhe pastaj mos kesh konflikte. Po, jo, ka një gjë tjetër që ai ka qenë mjek, po ju keni qenë, ju keni qenë mësuese letërsie dhe letërsia ka notat e dashurisë. Nuk e vënë. Po e ka fjalën që letërsia ka ca nota sublime dashurie, është më ndryshe. Po. Ka një formim human dhe estetik shumë të gjerë, por duke qenë se ai Bres ka qenë i lexuar, i edukuar nëpërmjet librit, kështu që ne nuk e kemi patur të vështirë ta kuptonin njëri tjetrin, ta mbështesim njëri tjetrin. Interesante. Do me thënë nuk keni patur asnjëherë kështu konflikte bashkë. Shiko, konflikt jo. Po të pate për gjëra të ndryshme, për këmbështrime të ndryshme, po jo konflikt. Mos të ketë një konflikt për shembull me... Shiko, konflikt për shembull lind atëre kur palët nuk pranojnë të njëjtën zgjidhje. Atëre do hapë shurë. Do me thënë, do hapë shurë, do gjesh të dy ishin tolerant, po dhe unë jam tolerant. Jam tolerante, jam bashkëbiseduese, do me thonë, e marrë përsi për ta them të vërtetën në sy. Ja thoi gjithmonë. Do me thonë, e thosha sepse edhe tani djemve, ja u them, do me thonë, çka të bëj, e vërteta është e vërtetë. E marrin se e vërteta është e rëndë. Është e rëndë. Shiko, nuk është e lehtë për të pranuar. Nuk është e lehtë për të pranuar, por e vërteta është e vërtetë dhe duhet ta themi, duhet ta pranojmë. Kur ka një devijim është mirë që e vërteta të ndryqohet. Kam patur raste, do me thonë që thua ti nuk ju ka pëlqyer vërteta. Por më vonë kanë thënë, Zhuli këtë patur të drejtë. Zhuli këtë patur drejtë, po ne nuk i kemi patur këto njëri e këto kështu. Edhe se është një gjë, e vërteta shikohet në këmbështrime të ndryshme. Dhe gjithë kush shikon interesin e vetë. Kush ka pas thënë të vërtetë? Kush me ka thënë të vërtetë? Gjithmonë nga vëllezërit edhe motrat që ke patur. I kam kapur vetë vërtetat, nuk di, do me thënë, dëgjoj, unë kam qenë tip pashë, e pash vete besova, e dëgjova vete dëgjova, dhe lafe nuk marë as andej as këtë të shpije, kjo ka qenë e vërteta ime. Nuk kam pritur të më sjellin, edhe keq, ke ma thuaj për para, s'ke mos më thuaj as një gjë se në qa vlen. Kështu kam qenë... E qenë e madhja? Jo, e treta. E treta? E treta. Kam patur 2 vëllezër, mbi mua dhe 2 vëllezër në vetë. Është bukur në një shtëpi me shumë fëmijë. Po ti ke patur vetëm 2? Më vonë, pastaj unë kam patur vetëm 2. Vetëm 2. Do kishe pasur qef më shumë fëmijë apo? Do kisha dëshirë. Po nuk më bësh. Nuk më bësh. Kisha, do me thënë, kur thoshte mama e ime, më kujtohet në momentin e fundit, që ajo ishte smur dhe aty pranë ishte një djalë me nënën e vetë, në të njëjtën smundje që kishte edhe mama. Ai vetëm si pika i rinte në koka asaja, kurse mama së ynin e dilnin dhe thoshte, edhe 12 kisha, nuk do t'isha e ngopur, me fëmijë nuk ngopet njeriu. Kur bëtën fillim të 2 bashkë qift me bashkëshortin, diskutoni sa fëmijë doni? Jo. Jo, asnjëherë? Jo, atë vetëm në gjë që më ka thënë, nëse do të jetë djalë, fëmia e parë do marrë emrin e gjyshit, dhe gjyshin e kishte dëshmor, dhe ai ishte djali i vogël i shtëpisë, bashkëshortime, dhe nuk ja kishin vënë asnjëri. Në një prit që kishin lindur meshkuj, dhe unë ja vura, megjithëse kishte një emër fetar, dhe në atë kohë nuk lejoheshin me ja vëmë emrin Josip. Po mirë, është emër i bukur, Josip. Gjithsesi. Emër klasik. Po një vajzë kishe patur dëshirë dhe kishe? Pavarësisht se vajza është butësia e shtëpisë, është dhemka e shtëpisë, të vjen të përkëndel të bënë. Është dhemka. Në kuptimin dhemka, ka një dashuri me dhemkë, themi si pekor, që e kupton atë dhemkën e kurçës. Jo, pa shpjego, prandaj. Do me thënë vajza, për shembull,
Njerë të thotë babë kë, si prej korqe, kjo është dhe. Dhe ka një përkëdheli që... Dhe më shuri e brënda. I kam kushtuar një liber aty. Ke kushtuar një liber, ku e pak s'ke shkruar. I do të tregoj, i ke shkruar. Që me teknologjinë e pas ke punën shumë mirë, mbake një tablet me veta. Unë atë kam të gjithë dorë shkrimet, o vot shkam. Ky është libri që unë i kam kushtuar babait. Një jetë me Biblën. Grabocka ti e ke tek babai? Jo, Qina kanë te babai. Qina ke tek babai. Grabocka e kam nga bashorti. Nga bashorti. Edhe bashorti me origjinë korçar? Korçar. Nga Kushi. Dhe këtu ke edhe foto të babait, Po, gjithçka. Po pse me Biblën? Gjithçka. Lidhje ka patur babai. Po pra se ishin në ngjyllur të parë, në Korç. Shko si bëni vinin në përfshatra, ndërtonin shkollat, në ato vite të rëmujës, të shkaktu janë në shkollën e Progrit. Në shkollën e Progrit ndërtonin. Do me thënë, ideja e ngritjes së kishës, kishte anën humane, anën veprimtare, dhe ata ngritën edhe ato rezidencën Kennedy, të azilit të pleqve në Korçë që është lartë. A i kishte një diçka ja kjo vila Kennedy që është bërë. Do me thënë i dhanë karakter human dhe ata që janë përpjekur dhe kanë dikuar për hapjen e protestanizmin dhe Shqipëri kanë qenë të lidhur me kongresin e manastirit, me alfabetin e Shqipes, me përkthimin e Biblës në Shqipe, gjithë të tjera. Amaja me baba. Në gjanë qik nënës. Atjet. Në fakt më shumë në gjaj babajt. Tjetër, për çfarë shkruaj do? Ndërkohë që e mbaja këtë pa botuar, lajme mëngjesi, sa mire kape këtë. Lajme mëngjesi. Ndoshta të bëm përshtypje ky titull. Sot që në mëngjes jemi të bombarduar me lajme shumë të hidhura. Po. Do të ta lexoj një poezi? Ma lexoj një poezi, zgjidh këtë duash. Ideja e këtij libri më ka lindur në aeroportin e Vienës. Zbristin tër pasagerët e zakonshëm, domethënë dhe ky nocion i paqes, në njëherë trishtoheshe kur shikoje djem të rinj të veshur me të gjithë bagazhin e luftës, me ato seriozitetin dhe të gjithë e nishi. Domethënë ishte bagazh lufte. Zbristin nga avionat ushtarak civile dhe mes për mes. Domethënë aeroportit shkoni mes qytetarëve të thjeshtë. Dhe ta shikosh ti këtë, ishtin ditët e para që kishte filluar lufta e Ukrainës. Dhe kur u ktheva, ajo më mbeti ndërmend, domethënë ata djem të rinj të bukur, ajo fytyra e tyre e paqtë, dhe e thesha unë mbrapa fatit tyre djemve të bukur që ndron fati luftës. Fataliteti e tjera. Ka një histori shpatë. Lajme mëngjesi. Lëkura e tokës, lëkura e këmbës preku tokë. Se ke më të fortë zërin. Po. Jo, s'ka për dua me zërin tënd, apo nuk po e lexon dot mirë. Jo, e lexoj, po do ta lexojmë të dy. Mbi hapat e gjurmës së një fëmie. Mos u mendo, nuk ekziston fati. Eja këtu, më lësho vendi. Kam frikë, zjarr, shkrumb, ty me lot. Shkripja një arme, se shkroje fëmije. Shko vrapo, shtriu për tokë, kemi vonë. O sa plak të hapura, si zojsh të trembur në përqej. Erdha, ndihmom, mu pre lëkura e dorës. Në ngishta skeleti metalt, robot, kam bjell vdekja. Gati për të shpërthyer një luftë tjetër, mbi indin e butë shiu i predhave të ftohta. Edhe një ndezës me telekomand e ngriti pluhurin në re, eja të shkojnë, po bie nata e ngjizjes së foshnjave. Gjurma e gishtit të rshqet mbi taboic, ushtar një nën të prejt mbi pellgun e lot të vetëm otran. O jo, sinjali u ndërpre, mam, ku je? Rri për to, do të kthehem shpejt. Kush e di sa do zgjas kjo kadrahur? Ju lutem, shtriuni, ne jemi në ëndër, jetët u prenë në mes. Dhe vete ty më vinin këto vargje, zgjohu zemër, zgjohu. Artistët po bënë artin e shekullit, në salonin e bukurisë stilimet e reja, ekstravagante, shpërthyse dhe korteja, mbi supet e hajth me stomakun bosh, me shkëlqimit të brandeve të reja, gjithçka gati për mbrëmjen e bamirësisë. Oh, zemër, zgjohu,
brënda vetes një vetvetja, mos pyet për magjet si janë times vrastare, vendose librin Princi i vogël mbi tavolinë, në vazo. Mos harro, lulet e fresta, tabletin e pakarikuar. Nuk është tragjedi të mos kesh lexuar Liza në botën e çuditërave. Ka dy kontraste, Kontraste brenda, do me thënë, ishte ajo që unë ndjeva në atë aeroport, në atë gjendje, edhe kur ndodhi dhe mbyllja e Covidit, këto gjëra më kanë mbetur, do me thënë, prandaj lajme mëngjesi për një epokë të re që po vjen. Edhe për mua ky është një nga... Gjatë Covidit humbe dhe bashkëshortë në Zhurbulla. Po. Ishte për shkak të Covidit apo... Për shkak të Covidit. Për shkak të Covidit. E ke përjetuar keq? Po. Janë nga to ikjet vetmitare, e kam vuajtur dhe e kam shprehur edhe... Po qëndronit vetëm ju të dy në shtëpi apo... Po, të dy ne ishim në shtëpi, kishim dhe djalin dhe unë sëmura dhe djalin nuk u largua, na ka bërë usnet, na ka gjithë shka, do me thë nuk u braktisë. E shtrove bashkëshortin apo vendosë të mbajtë? Po, në momentet e fundit, sepse era oksigjeni dhe... Ishe i detyruar. Po. I ke shkruar diçka ati? Po, këtë po shikoj, të tregoj. Mentori parë pa ty. Oke, ma leza. Të mori me vete një pranverë e re. E dielli i vjeshtës u arruan mbi gjethe. Me zdimbjes, vëndet kanë ndërruar stinas. Bleri me sythe, më mbi çdo humbje. Një fladi lekt më bie në fytyrë, buqita i lule dhe hapat munguara në përcjellje. Njëra fjali gërtita me lot të dhimbjes, sigur të rënë, të vendosur në hapjen e themeleve. Perëndimi i diellit i shoi sytë e qelluar në gri. Flokët e bardhë u tretën pranverave të qeve, vetëm ti. Mund të më thuash pse, dimbri i bardhë u rrethua nga dy pranverat përjetshme. Shoku. E ke shkruar kur ke qenë në një moment vetëm? Ishte 27 tetor, ka shkruar, kjo shkruar në tori parë aty. Kam shkruar dhe poezi kur ai ishte, do me thënë ndjenim atë Zonë të poezit e tu? Po, janë shkruar, gërm për gërm, fjalë për fjalë bashkë. Kjo është poezia që nuk ka Kjo që nuk e ka dëgjuar, pa të jeta e njeriut është takim me njerëzish, kujtime, mbresash, eksperiencash, e rëndësishme është që ne ta duam jetën, të duam njëri tjetrin. E vërtet. Mesazhi më i mirë për mua është ta duam tjetrin si veten. Ja pra, ta duam tjetrin si vetja, unë besoj që kjo është fjalia më e mirë për të mbyllur një intervistë në Real People, sidomos me mesazhin që e jep vetë i ftuari, që në këtë rast kisha Julieta Grabocka. Faleminderit shumë që keni qëndruar edhe sot, edhe që e keni shijuar dhe ju këtë bisedë. Po aq sa që shijova unë në parkun e Alidemit. Disa prej jush e kam patur mësuese, edhe e di që do më shkruajnë, edhe do më thonë faleminderit për intervistën që i ke bërë mësueses, edhe disa të tjerë nuk e kanë njohur, po kanë thënë dëshirë do kisha patur mësuese. Faleminderit, Flori. Por unë e mbyll këtë intervistë. Sot do takohemi përsëri bashkë në episodin e radhës të Real People. Ju mirëpres me shumë kënaqësi, ashtu siç mirëpres edhe një herë mesazhet tuaja ku mund të më shkruani edhe të jepni sugjerime, dhe ju falenderoj se marr mesazhe pafund. Edhe pastaj bëjmë ato përzgjedhjet tona për t'i sjell në intervistat që tashmë janë një arkiv e mbushur plot. Faleminderit. Takohemi përsëri në episodin e radhës gjithë mirë. Flori, besoj se... Tham gjëra të bukura, tham gjëra që u rrëfyen me zemër. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.